Mirlin Daku mund të vendoset në urdhrat e Dragan Stojkovic. Ky fundit është favoriti kryesor për të pasuar Rashid Rahimov, që u shkarkua nga Rubin Kazani. Klubi ruse e shikon Stojkovicin si pasardhësin e Rahimovit. Vetë trajneri serb është pushim gjatë kësaj kohe, ndërsa në tetor u largua pas humbjes me Shqipërinë. Daku ndërkohë kujtojmë se u frenua pas nisjes së vullshme ku shkëlqeu me gola. Dy humbjet e fundit në kampionat detyruan Rubinin që të merrte vendimin drastik. Stojkovic ndërkohë do e kishte eksperiencën e parë në Rusi, për të do ishte me të vërtet lëvizje surprizuese. Dragan Stojkovic ka hyrë në historinë e përfaqësuese së Serbisë për mënyrën se si u detyrua të largohej duke dhënë dorëheqjen praktikisht në mes të ndeshjes ndaj Shqipërisë. Koret kundër tij teksa Kuqezintu dhe hiqnin takimin e Leskovac bën që ish futbollisti i njohur të ngrihej në këmbë dhe të përshëndeste tifozët, por të ulur në pankinë duke i besuar drejtimin e ekipit ndihmësit të tij në minutat e fundit. Piksi më pas u shfaq në konferencën për media duke thënë që në fillim se kishte dhënë dorëheqjen dhe nuk do e drejtonte ekipin në Andorra. Serbia fitoi pa të në stol, ndërsa largimi i Stojkovicit u zyrtarizua sot nga bordi i Federatës Serbe, i cili gjithashtu publikoi dhe një mesazh lamtomire të tij si pjesë të zgjidhjes miqësore të kontratës. Pas 4 vitesh e gjysmë nuk jam më trajneri i ekipit kombëtar të Serbisë. Para se gjithashtu dua të falenderoj sinqerisht Federatën e Futbollit të Serbisë për besimin që ka shfaqur. Ka qenë një nder dhe një privilegj i madh që drejtoj ekipin kombëtar të vendit tim. Së bashku ja dolëm të arrinim një rezultat historik dhe pas 24 vitesh të lidhnim 2 gara të mëdha, kampionatin botror dhe atë europian. Ja dolëm të arrinim qëllimin që i vura vetes si trajner. Do t'i kujtoj përgjithmonë skenat nga Lisbona, sepse është një nga momentet më të bukura në jetën time dhe një nga sukseset më të mëdha të futbollit serb në historinë e kohëve të fundit. Në Ligën e Kombeve ne gjithashtu e përfaqësuam Serbinë në mënyrën më të mirë të mundshme, u kualifikuam për në Ligën A dhe në konkurrencë me ekipe kombëtare shumë cilësore, arritëm të ruanim statusin tonë në radhët elitare të futbollit evropian. U përpoqja të bëja gjithçka që ishte në fuqinë time për t'u dhënë një shans lojtarëve që mund të kishin zgjedhur një rrugë tjetër, të vishnin fanellën në një skuadre tjetër kombëtare, por vendosën të luanin për Serbinë. Në 4 vite gjysmë të fundit kemi promovuar një numër të madh futbollistësh të rinj, të cilët jam i bindur se janë e ardhmja e futbollit serb. Ju uroj pasardhësit në stolin e ekipit kombëtar kushdo qoftë shumë lumturi dhe sukses. Ju uroj Federatës së Futbollit të Serbisë dhe të gjithë publikut të futbollit të vazhdojnë të ndërtojnë një atmosferë uniteti dhe mbështetjeje, sepse kjo është e vetmja mënyrë që mund të ecim përpara. Tek unë ata gjithmonë do të kenë një aleat, një tifoz dhe një njerëz që është i nderuar të jetë me Serbinë e tij. Ashtu siç dikur mbaja me krenari emblemën kombëtare si lojtar, ashtu edhe sot me të njëjtin pasion dhe dashuri mbetem me vendin tim, me ekipin ton, futbollin ton dhe popullin ton. Shkruhej ndër të tjera në mesazhin e lamtumirës së Stojkovicit.